Po flasim për komandant Fitimin. Po. Në vitin 1663-66 ka marruar shkollën e Marinës. Ka qenë brez me ty Fitimi? Një klasë. Ishte nxënës shumë i mirë, i zgjuar, i mpreft, e kupton. Dhe këte edhe një tjetër, Koli Kristën, i quhen në brigadën e ndeceve. Dhe ka punuar atje, s'mund t'jap konsiderat për një... Po aty se dinte. Por u bo komandant në ndece, po t'bosh komandant në ndece, do me thënë se ke zgjuarsi, pretësi, shkatësi... Se s'bo të kush. Po t'iri komandant brigade. U bo pastaj edhe komandant, edhe komandant brigadës në ndeceve. E kupton, ishte njëri edhe i zote edhe me gjitha cilësitë e mira për marinën luftarake, si komandant. Futet ndër komandantët? Ndër komandantët e mirë. Fitim Alidi. Mendon se ky e mbyll historinë e komandantëve të mirë? Po, marroj, s'ka tjerë, no. Sepse s'ka mo komandanta. E kupton?